dhe bashkë me të janë shpërndarë edhe materialet përkatëse për pikën e rendit të ditës përfshirë të gjitha dokumentat të pranuara nga ekzekutivi. Para se të vazhdojmë me shqyrtimin e rendit të ditës, do të bëjmë verifikimin e quorumit të nevojshëm për mbajtjen e kësaj mbledhje. Pa humbur kohë, lus shërbimin e komandit të konstatoj numrin e saktë të anëtarëve. Gjithsej 44. Faleminderit. Konstatoj se kemi quorum për mbajtje të kësaj mbledhje. Pasi është konstatu quorumi, të nderuar anëtarë të kuvendit të komunës, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe procedurat e përcaktuara për funksionimin e kuvendit të komunës, ju njoftoj se ka ardhur deri te një ndryshim në përbërje të këtij kuvendi. Në këtë rast, ju informoj se asamblejistja zonja Nora Cimili, nga radhët e subjektit të Partisë Demokratike, është dorëhequr. Ndërsa në bazë të verifikimit të mandatit dhe vendime përkatëse në përbërje të kuvendit të komunës hyn zonja Arbënora Jeti, e cila fiton të drejtën për ushtrimin e funksionit të asamblejistës. Sipas nenit 35.35.4 të ligjit për vetëqeverisje lokale, çdo anëtar i kuvendit të komunës para fillimit të ushtrimit të mandatit është i obliguar të japë betimin solemn, si akt formal dhe juridik që konfirmon marrjen e përgjegjësisë dhe obligimeve publike. Në këtë rast, ftoj zonjën Arbënora Jeti që të ngritet në këmbë ta përsërisë betimin solemn njëkohësisht bashkarisht sipas tekstit zyrtar të përcaktuar me ligj dhe ta nënshkruaj atë. Betohem se do të kryj me nder, besnikëri, pa anim e me ndërgjegje dhe sipas ligjit, detyrat dhe do të ushtroj autorizimet e mia si anëtare e kuvendit të komunës së Prishtinës, në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Urime. Pas përfundimit të dhënies së betimit solemn, konstatoj se betimi është dhënë në përputhje me dispozitat ligjore dhe procedurat përkatëse, dhe se zonja Arbënora Jeti nga ky moment fiton të gjitha të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga funksioni i asamblejistës së kuvendit të komunës. Pa humbur kohë, vazhdojmë me pikën e rendit të ditës. Propozim vendime për miratimin paraprak të listës së veçantë të pronave të palishme të komunës që planifikohen për dhënje në shfrytëzim për vitin 2026. Për këtë pikë të rendit ditës, fjalën i jap drejtorit të pronës, zotit Brahim Mehmetaj. Fjala për juve, zoti Mehmetaj. Përshëndetje kryetar. Përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesues, përshëndetje kuvendar të kuvendit të kryeqytetit, nga gjitha grupet politike që jeni prezantu, përshëndetje media, qytetarë të nderuar. Duke bazuar në ligjet në fuqi, sot kam nderin që në emër të ekzekutivit të paraqes para jush listën e veçantë të pronave komunale të propozuara për shfrytëzim, një dokument i rëndësisë veçantë për zhvillim ekonomik, social dhe urban të komunës sonë. Kjo listë është hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, strategjinë zhvillimore komunale, si dhe me parimet e transparencës, interesit publik dhe menaxhimit të qëndrueshëm të pronës së kryeqytetit. Qëllimi kryesor është që pronat komunale të mos mbesin të pashfrytzuara, por të vijnë në funksion të zhvillimit, krijimit të vendeve të reja të punës dhe rritjes së të hyrave për kryeqytetin. Pronat e përfshira në këtë listë janë analizuar me kujdes në aspektin juridik,
urbanistik dhe ekonomik. Shfrytëzimi i tyre do të bëhet përmes procedurave të hapura, konkurruese dhe transparente, duke garantuar ruajtjen e pronësisë dhe interesit publik. Kam nderin që t'ju ftoj ta shqyrtoni këtë listë me seriozitet dhe përgjithshmëri, të jepni sugjerimet dhe vërejtjet e tuaja konstruktive dhe në fund të mbështesni miratimin e saj, në mënyrë që të hapim rrugë investimeve të reja dhe zhvillimin e qëndrueshëm të kryeqytetit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit drejtor. Pas fjalës së drejtorit, hapim diskutimin. Filloj me grupet. Nga radhët e lydykës, kush dëshiron me marrë fjalën? Nëse ka dikush që don me marrë fjalën. Jeta Rafuna ka kërku fjalën. Faleminderit kryesues, nderuar kryetar, të nderuar anëtar të Kuventit Komunal të Prishtinës. Sot para nesh është vendimi për miratimin e listave të pronave të veçanta për dhënien në shfrytëzim për vitin 2026, një çështje me rëndësi të veçantë për menaxhimin e pronës publike dhe për zhvillimin ekonomik e shoqëror të kryeqytetit. Pronat komunale janë pasuri e qytetarëve dhe si të tilla kërkojnë trajtim të përgjithshëm, transparent dhe në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi. Lista që po shqyrtojmë sot janë rezultat i një procesi profesional me qëllim që këto prona të vijnë në funksion të interesit publik dhe të mos mbesin të pashfrytzuara. Dhënia në shfrytëzim e këtyre pronave krijon mundësi për zhvillim ekonomik, për mbështetjen e iniciativave lokale, si dhe për rritjen e të hyrave vetanake të komunës, të cilat më pas kthehen në shërbime më të mira për qytetarët tanë. Miratimi i këtij vendimi sot i hap rrugë planifikimit me kohë për vitin 2026 dhe siguron një proces të rregullt, të barabartë dhe transparent për të gjithë të interesuarit. Është detyrë e jona që të garantojmë se çdo pronë do të shfrytëzohet në mënyrë të lehtëshme, efikase dhe në përputhje me interesin publik. Prandaj, ju ftoj sot që ta mbështesim këtë vendim dhe të kontribuojmë së bashku në menaxhimin e drejtë dhe të qëndrueshëm të pronës komunale të kryeqytetit. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Rafuna. Nga radhët e pyetjes, kush dëshiron ta marrë fjalën? Leutri Murat Koceri ka kërkuar fjalën. Përshëndetje kryesues, përshëndetje për të gjithë ju anëtarë të Kuvendit dhe ju ekzekutiv. Seanca që po e mbajmë sot dhe pika për publikim të listës pronave të paluajtshme të komunës së Prishtinës është një nga pikat kyçe të ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, e cila kërkohet pikërisht në nenin 13, i cili specifikon edhe vitin dhe datën se deri me 31 dhjetor duhet të bëhet publikimi i pronave të paluajtshme të komunës së Prishtinës. Uroj që lista të përmbajë të gjitha elementet të kërkuara me ligj dhe të gjitha dhëniat e pronave të jenë në zhvillim ekonomik të komunës dhe në të bazuara mirë në interesin publik. Arsyeshmërinë tjetër po besoj që të dhënat që i kërkon ligji, po besoj që drejtoria e pronës i ka të përmbajtura dhe shpresoj që kjo të jetë në dobi të kryeqytetit. Faleminderit. Faleminderit zoti Murat Koceri. Nga Lëvizja Vendvendosja, kush dëshiron fjalën? Nora Kelmendi ka kërkuar fjalën. Faleminderit shumë. Faleminderit. I nderuar kryesues, kryetar, nuk po punon që kjo. Ju lutem ja japni fjalën Nora Kelmendit. Kryesues, kryetar të nderuar, kryetar i nderuar, kolega asamblesë, përfaqësues të administratës komunale, media dhe qytetar të Prishtinës. Në emër të grupit po. Fillimisht ju falenderoj për dërgimin e listës së veçantë të pronave komunale, të cilat planifikohen të hipen në shfrytëzim për vitin e ardhshëm. Sot po e marr fjalën jo për të bllokuar procese, jo për të krijuar tensione politike, por për të mbrojtur ligjshmërinë, transparencën dhe përgjegjësinë institucionale, të cilat siç e dini janë themeli i funksionimit të çdo pushteti lokal demokratik.
Fillimisht dua të bëj të qartë se Kuvendi Komunal nuk është organ formal i cili thjesht vulloz vendimet e ekzekutivit, por është organ më i lartë përfaqësues i qytetarëve në nivel lokal. Ky organ ka për detyrë që të ushtrojë kontroll, mbikëqyrje dhe vendimarrje të informuar. Kjo përgjegjësi nuk është opsionale, por është përgjegjësi e cila është përcaktuar me ligj. Sot para nesh kemi një listë të pronave komunale të cilat planifikohen për dhënien në shfrytëzim në vitin pasues. Siç po shihet këtu, problemi nuk është ideja e shfrytëzimit të pronës komunale, por problemi është tek mënyra, procedura dhe mungesa e dokumentacionit të domosdoshëm ligjor. Në dokumentacionin e dërguar nga ekzekutivi përmes postës elektronike, mungon lista e përgjithshme e pronave të palojshme të komunës, e cila sipas ligjit duhet na dërgohet nga kryetari për miraptim paraprak nga Kuvendi Komunal. Ne këtu para vetës kemi vetëm një listë veçantë e cila në vetvete është e mangët. Dua t'ju rikujtoj qartë kornizën ligjore, sepse këtu nuk po flasim për interpretime politike, por për një detyrim ligjor. Ligji numër 06L092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së palojshme në nenin 13 e përcakton qartë se komuna është e obliguar të publikojë listën e përgjithshme të pronave të palojshme, pra listën e përgjithshme, si dhe listën e veçantë të pronave që planifikohen të jipen në shfrytëzim për vitin pasues, vijues, më së voni deri me 31 dhjetor, duke arsyetuar interesin publik dhe zhvillimin ekonomik. Po ashtu i njëjtin nen e përcakton qartë se lista e pronave për dhënien në shfrytëzim duhet të përmbajë të dhënat kadastrale, qëllimin, destinimin, datën e publikimit të njoftimit dhe periudhën kohore të shfrytëzimit. Bazuar në këtë që e thash më lart, konstatohet se dokumentacioni i dorëzuar nuk është në përputhje me kërkesat ligjore, pasi që ne kemi vetëm listën e veçantë dhe nuk e kemi listën e përgjithshme të pronave komunale, si dhe mungoj disa nga të dhënat e detyrueshme të përcaktuara me ligj. Në qoftë se shikoni me vëmendje listën e bashkangjitur në Excel me emrin lista e veçantë, do të shihni se gjithashtu keni cituar edhe përshkruar edhe nenet e gabuara, me të cilat nuk po çuditëm fare, sepse edhe pas 4 viteve ju ende bëni gabime të tilla amatereske. Nenet e caktuara dhe të cilat i kene përmendur janë neni 21 i ligjit 06L092, i cili fare nuk ka të bëjë me dhënien në shfrytëzim të pronës së palojshme, nuk ka të bëjë me listën e veçantë, por ka të bëjë me dhënien në shfrytëzim të pronave. Me siguri, ju është ngatruar fjala dhënia në shfrytëzim e pronës së palojshme me raste të veçanta, është ngatruar me fjalën e listë veçantë. Pra, ju nuk jeni duke dhënë në shfrytëzim prona të palojshme tani, por jeni duke aprovuar listën e pronave të palojshme të cilet do të jepni në shfrytëzim vitin e ardhshëm. Pra, ju këtu duhet të vendosni nenin 13, të lartshënuar nga po i njëjti ligj dhe ta hiqni nenin 21. Gjithashtu në të njëjtin dokument, pra listën e Excel, të cilën e keni dorëzuar tek ne, i keni cituar gabimisht edhe disa nenet e tjera, nenin 24, nenin 25, me paragrafe 3 dhe 3.3 të rregullorës numër 09/2020 për përcaktimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të pronës së palojshme të komunës. Në vend të këtyre neneve, gjithashtu duhet të vendosni nenin 6, e cili përcakton procedurat paraprake të dhënies në shfrytëzim të pronës së palojshme të komunës në paragrafin 1, 2, 3 dhe 4. Ju kisha lut kryetar dhe drejtar të përmirësoni këto gabime. Bazuar në këto të dhëna dhe të gjetura, shihet qartë se lista e dorëzuar tek ne nuk i përmbush kriteret themelore të përcaktuara me kornizë ligjore. Kjo listë nuk përmban gjithashtu certifikatat e pronës dhe kopjet e planit për parcelat e listuara. Në këtë listë i kemi 5288 parcela kadastrale, të cilat janë të shpërndara në zona të ndryshme kadastrale të kryeqytetit. Këtu lind një pyetje thelbësore që ne si kuvend nuk mund të anashkalojmë. A pritni ju që ne si asamblesë të votojmë për mbi 5000 parcela komunale pa pasur asnjë dokument zyrtar që dëshmon pronësinë? A mund ne si asamblesë të marrim një vendim të tillë kur nuk kemi në tavolinë dokumentacionin bazë? A mund të votojmë pro kur nuk e dim saktësisht se për cilat prona bëhet fjalë, cili është statusi i pronave, statusi juridik dhe a është realisht a kemi të bëjmë me prona komunale? Të gjithë ne këtu e dim se si funksionon sistemi kadastral në Republikën e Kosovës.
E dim që ka raste të shumë kontesteve pronësore, mbi vendosjeve, gabimeve historike dhe proceseve të papërfunduara. Prandaj kërkesa që në dokumentacion të kemi certifikatat e pronës dhe kopjet e planit, nuk është kërkesë politike, por është mas mbrojtëse ligjore për kuvendin dhe për interesin publik. Dua të jem e qartë. Ne nuk mund të votojmë diçka së mbyllur, dhe vendimi i tillë jo vetëm që është i papërgjithshëm politikisht, por potencialisht është edhe i palehtëshëm. Kuvendi komunal nuk mund të vihet përballë aktit të kryer dhe ne këtu nuk jemi për të legjitimuar mungesën e dokumentacionit, por jemi këtu për ta kërkuar atë. Kryetari nderuar, pozita juaj si kryetari i kryeqytetit është përgjegjësi e madhe. Ju jeni zgjedhur nga qytetarët për t'i shërbyer atyre, jo vetëm për t'i vënë përballë vendimeve të paqarta dhe procedurave të paplota. Transparenca dhe lidhshmëria duhet të jenë standard, nuk duhet të jenë përjashtim. Askush këtu prej neve nuk kërkon të bllokojë zhvillimin ekonomik apo shfrytëzimin e pronës komunale. Përkundrazi, ne po kërkojmë që të kemi procese në mënyrë të rregullta, procese të dokumentuara dhe të mbrojtura ligjërisht, në mënyrë që nesër as kuvendi komunal, as komuna dhe as qytetarët të mos përballen me pasoja juridike. Prandaj kërkesa jonë është e qartë dhe arsyeshme. Të plotësoni dokumentacionin, të dorëzoni listën e përgjithshme të pronave komunale, të bashkangjitni certifikatat e pronës dhe kopjet e planit për parcelat e listuara dhe pas kësaj kuvendi komunal të procedojë me shqyrtim dhe vendimarrje. Kryetari dashur, këto kërkesa nuk mund të quhen pengesa apo qasje destruktive, por thjesht janë kërkesa të adresuara për respektim të ligjit. Ju nuk mund të kërkoni nga ky kuvend dhe nga ne që të jemi dekor procedural, me vendime të gatshme, ndërkohë që dokumentacioni mungon. Kuvendi komunal nuk mund të jetë zyrë formale që vetëm vullos atë që sjell ekzekutivi, por kuvendi është një institucion kontrolli dhe përgjegjësie politike. Kërkesa juaj që të votohet një listë me mbi 5.000 parcela, pa certifikata të pronës dhe kopje të planit, nuk është vetëm neglizhencë administrative, por është shkelje serioze e parimit të transparencës. Askush këtu nuk ka mandat nga qytetarët për të dhënë vota sy mbyllur, aq më pak për të marrë përgjegjësi ligjore për dështimet e ekzekutivit. Në qoftë se ekzekutivi mendon se kuvendi duhet të besojë verbërisht, atëherë na kërkohet të heqim dorë nga roli ynë kushtetues si përfaqësues të qytetarëve. Kjo me siguri që nuk do të ndodhë. Ne jemi këtu për të mashtruar me lista të paplota dhe me procedura të improvizuara. Pra, këtë nuk mund ta bëjmë. Prandaj, kryetar, përgjegjësia është e juaja, ose e sillni dokumentacionin dhe plot dhe veproni në përputhje me ligjin, ose merrni mbi vete barën politike dhe morale për çdo pasojë që vjen nga kjo qasje juaj. Kuvendi nuk mund të jetë bashkëfajtor në vendime të paqarta, të nxituara dhe të pambështetura në ligj. Lëvizja vendosje për vite me radhë ka ndërtuar diskursin e saj politik mbi lidhshmërinë, transparencën dhe luftën kundër keqpërdorimeve. Roli ynë nuk është të duar trokasim ekzekutivin, por ta mbikëqyrim dhe të mbajmë përgjegjësi. Ne si opozit nuk do të bëhemi mburoj politike për dështimet e ekzekutivit. Nuk do të votojmë sy mbyllur dhe nuk do të marrim përgjegjësi për shkelje ligjore dhe për mungesë dokumentacioni. Presioni politik nuk na trem fare dhe shumica e juaj numerike nuk e zaventson ligjin. Ne si opozit do të vazhdojmë të kryejmë rolin ton kushtetues duke mbrojtur interesin publik dhe pronën e qytetarëve të Prishtinës. Shpresoj sinqerisht që kjo çështje të reflektohet seriozisht nga ju si ekzekutiv dhe që në vazhdim të kemi një bashkëpunim institucional dhe transparencë të plotë. Në këtë mënyrë mund të ndërtojmë besimin institucional dhe të marrim vendime në interes të kryeqytetit. Shpresoj gjithashtu që viti 2026 të jetë vit ku ju do të reflektoni dhe të filloni të punoni për së mbari. Faleminderit zonjak Kelmendi. Nga radhët e AK-s dëshiron dikush fjalën? Jo. Nga lidhja e Prishtinës dëshiron fjalën dikush? Betim Abdullahu ka kërkuar fjalën. Përshëndetje i nderuar kryesues, të nderuar kolega asamblesë, i nderuar kryetar. Lidhja për Prishtinën mbështet në parim listën e veçantë të prunave të palojshme që duhet dhënë në shfrytëzim për vitin 2026.
Faleminderit zoti Abdullah. Nga PSD dëshiron fjalën? Po. Besa Shahini ka kërku fjalën? Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, të nderuar koleg. Unë du të ndaj një shqetësim me juve për keq menaxhimin në përmasa dramatike të pronës publike në komunën e Prishtinës. Këtë shqetësim në fakt ndajnë edhe zyra kombëtare e auditorit të Kosovës, i cili si vjet, në fakt vitin 2025, se ka nxjerrë një raport të detajuar për mënyrën se si menaxhohet prona e komunës Prishtinës. Ajo në fakt jep edhe shumë rekomandime të cilat kryetari ka kthy përgjigje në gusht të vitit të këtij viti, se do të bëj një plan veprimi për adresimin e gjitha këtyre komenteve dhe kjo me sa kam kuptuar nuk është dorëzuar ende. Edhe dua të bëj një kërkesë formale këtu që ky plan veprimi të hartohet sa më shpejt dhe të ndahet edhe me neve, sepse është mirë që të shohim në fakt se si do të adresohet keq menaxhimi i pronës publike në komunën e Prishtinës. Dëmi që i është shkaktuar buxhetit komunës Prishtinës, vetëm nga disa mostra që ka marrë auditori, ka qenë mbi 200.000 euro, kjo është për vitin 2023-2024, edhe kjo është nga disa mostra, pra vetëm disa nga shumë prona që janë dhënë me qira. Problemet janë të shumta. E para është që nuk ekziston një regjistër i përgjithshëm i të gjitha pronave, kështu që është shumë vështirë për të monitoruar pronat që japen në shfrytëzim ose me qira, kështu që ky regjistër duhet të përfundohet sa më parë. Problemi tjetër është që nuk inkasohen tyrat nga këto qira dhe të ndryshme, të cilat mund t'i shihni në raportin e detajuar të auditorit. Unë dua të listoj atëherë 5 kërkesa konkrete, të cilat janë parakusht për të votuar këtë listë që e keni dërguar. E para është që dokumentet që keni dërguar nuk e kanë arsyetimin publik, sipas ligjit që rregullon dhënien me qira ose shfrytëzimin e pronave publike, ju do të japni një arsyetim për do të thënë arsyeshmërinë ekonomike edhe qëllimin për çfarë arsye po japen këto prona. Kjo nuk ekziston në dokumentet që i keni dërguar, edhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, kryetari është i obliguar që çdo 6 muaj të raportoj për pronat që janë dhënë në shfrytëzim. Unë do doja ta shija një raport të tillë minimalisht për pronat që janë dhënë në shfrytëzim vitin 2025. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. E treta, komuna e Prishtinës nuk e ka rregulloren që i kërkohet për dhënien në shfrytëzim të tokave të pronave në përgjithësi në periudhë më pak se një vit. Ky është një dokument i cili është hartuar në 2024, është kthy me komente nga MAPL, por nuk e keni vazhduar tutje si procedurë dhe kjo është e domosdoshme sepse nuk mund të ipen vitin tjetër pastaj asnjë nga pronat me qira për shkak se nuk ekziston rregulloria që kërkohet me ligj të bëhet kjo. E katërt, këtë tashmë e thash që planin e veprimit për të adresuar komentet auditorit është shumë e rëndësishme që të jetë i gatshëm edhe të ndahet edhe me neve. Edhe pesta, Prishtina e ka një problem shumë serioz me mbrojtjen e pronës publike. Çdo ditë akoma, domethënë zaptohet prona publike. Në lagjen ku jetojmë Printemin Matiçan, unë vazhdimisht shoh pronë publike e cila del aty një garazh, një autolarje. Dhe është e pamundur për ta mbrojtur pronën publike nëse refuzoni për ta ndërtuar regjistrin e përgjithshëm që është i nevojshëm për të ditë se ku janë pronat publike të komunës, edhe ajo të jetë një regjistër publik që të mund të ta shohim të gjithë dhe të jemi pjesë e këtij procesi të monitorimi. Kështu që me dokumentet që keni dërguar është e pamundur që të votohet lista të cilën e keni dërguar sepse nuk është në përputhje me kërkesat ligjore, edhe unë kam frikën që do të kontriboj në keq menaxhimin e më të qeshëm të pronës publike në komunën e Prishtinës. Faleminderit. Faleminderit zonja Shahini. Nga Nisma nuk dëshiron fjalën. Lista Guxha i jeton me Meta e ka fjalën. Faleminderit kryesues, i nderuar kryetar, që të mos përsëris fjalët e parafolësve të mi, shifet qartë që nuk kanë ardhur të plotësuara si dosje dhe ka mungesë në këtë dosje për votim. Shihet qartë që ne nuk mund të dimë saktë se kjo listë pronave a janë pronat e komunës, të regjistruar pronë të komunës, a kanë konteste ligjore, a ka konteste të tjera pronësore. Pra ligjërisht ne nuk mund të vërtetojmë dhe të konstatojmë se kjo listë është e plotësuar tamam siç duhet sipas kritereve ligjore. Prandaj edhe unë mendoj që kjo listë duhet të
plotësohet në raport me ligjin dhe të dorëzohet në kuvend ashtu siç duhet. Pra jam kundër kësaj liste që të votohet. Faleminderit zoti Mehmeti. Fjalën e ka kërkuar Gzim Speqa. Faleminderit kryesues. Përshëndetje për të gjithë anëtarët e ekzekutivit, të nderuar asamblesë, përfaqësues të mediave, qytetarë të Prishtinës. Sa i përket aspektit ligjor dhe administrativ, dëgjuam vërejtjet cilet i bëri kolegja Nora. Nga praktika e dim se kur Nora ka bu vërejtje për çështjet pronave, ashtu ka rezultu, edhe në aspektin e lidhshmërisë, edhe atë administrativ. Po du pak me zbrit naracionin e bisedës, për shkak që qytetarët me kuptu qa po ndodh sot. Faktikisht, kjo pikë e rendititës është kërkesë ligjore, do të prona duhet lista e pronave duhet çdo vit miratohet deri me 31 dhjetor, nesër është afati i fundit. Dhe nëse nuk miratohet kjo listë, në fakt janë dy lista, e na sot, siç e tha Nora, po flasim veç për një listë, listën e përgjithshme. Mungon lista e veçantë. Nëse nuk miratohet, i bie që komuna e Prishtinës vitin e ardhshëm nuk mundet me dhënë asnjë pronë në shfrytëzim. Tu e ditë që prona publike, komunale është një prej burimeve kryesore që mundson tyra financiare, po edhe realizim të interesit publik, qoftë në infrastrukturë, qoftë në lëme tjerë. Kjo nuk është mirë të ndodhë, do të thotë nuk është mirë që komuna e Prishtinës mos mundet vitin e ardhshëm me dhënë prona qoftë në këmbim, qoftë në shfrytëzim, qoftë në mënyra tjera që parashihen me ligj. Mirë, po në anën tjetër me sjell një listë me 5288 prona në një seancë të jashtëzakonshme dhe me kërku prej asamblesë që me votu të njëjtën pa kompletim të dokumentacionit paraprak, me të vërtetë nuk është në rregull. Ky është një trajtim, siç kishte me thoni kolegi imi, makineri votash. Asamblestët nuk janë makineri votash. Nuk muj me ngrit dorën për me votu prona cilat as nuk e dim kush i zotron, kush është pronari ligjor, as kush i shfrytëzon, as cili është destinimi i tyre. Kjo mund të shërbej pastaj për shumë veprime tjera të jashtëligjshme. Mund të ketë qytetar që këto prona tashmë i kanë në shfrytëzim. Mund të ketë qytetar që kanë ndërtuar këto prona. Dhe miratimi një liste të tillë është një lloj shantazhi ndaj tyre. Unë kisha me apelu që kërkesat të cilat u paraqiten nga asamblestët për plotësim dokumentacionit bëhen sot. Të shpallet pauzë i kësaj seance dhe derisa dërgohet dokumentacioni i nevojshëm, mos të vazhdojmë, gjithsesi të vazhdojmë para afatit ligjor në mënyrë që listat miratohet. Ta kemi qartë, ne jemi për miratimin e kësaj liste, po lista duhet të jetë ashtu siç kërkohet me ligj. Po du m'ja përmend një shembull. Në këtë listë janë 17 parcela, në të cilat është ndërtuar një lagje luksoze. 17 parcela të lagjes Marigona, të sponsorëve të kryetarit Roma e të partnerëve të restoraneve në kulme të ndërtesave janë pjesë e kësaj liste. Ky është një farë tentative që të legjitimohet keq përdorimi i pronës publike. Nëse këto parcela janë pjesë e kësaj liste, duhet pyetur atëherë çysh është leju që të ndërtohet në ato parcela. Qytetarët kanë bler shtëpi atje, ndërtuesit kanë ndërtu atje. Po flasim veç për 17 prej 5288-ve. Kush e din çka ka tjetër se këto? Prandaj kërkoj nga ju që ta plotësoni dokumentacionin, kërkoj nga ju që t'i dani parcelat cilat janë pronësi komunale dhe cilat janë të lira për këmbim ose për shfrytëzim ose për çfarë do qëllimi tjetër që i përdor komuna e që i shërbejnë interesit publik. Mirë po, tendenca që kështu fshehtas ta kalojmë një listë të tillë, veç se na i zbe një tro shpresë që e kemi pas që do t'i ndërpreni praktikat që i keni pas gjatë mandatit kaluar, e cilat janë të përmendura shumë qartë në çdo raport auditimit. Prandaj bëj thirrje edhe kryetarit, edhe drejtorit pronës, edhe gjithë ekzekutivit që të reflektojnë
dhe që ti plotësojnë këto kërkesat të cilat i kemi parashtruar. Lëvizja vetëvendosje nuk është për bllokim, lëvizja vetëvendosje miraton lista ashtu sipas ligjit dhe sipas kritereve ligjore. Faleminderit. Faleminderit zoti Sveçta. Fejmë Osmani ka kërku fjalën. Faleminderit kryesues. Kjo seancë e sotme për mua në mënyrën që është thirrur është demantim i qëndrimit tuaj në mbrojtje të deputetëve të partive tuaja kur 6 javë më parë nuk i votuan Kuvendin e Kosovës 3 pika të jetë rëndësishme për vendin: buxhetin e shtetit, buxhetin e komunës Prishtinës dhe marrëveshjet ndërkombëtare me vlerë financiare 1 miliard euro. Preteksti ishte i njëjtë edhe sa do atëherë, se nuk ishin informuar institucionet nga zgjedhjet e 9 shkurtit. A është pra Kuvendi i Prishtinës sot në të njëjtën situatë? Sigurisht se po. A ka drejtor të emëruar sot të dalë si rezultat i zgjedhjeve lokale të para 1 muaji? Sigurisht që jo. A i ka të miratuar Kuvendi i Prishtinës sot komitetet e domosdoshme, s'pako ato të përhershmet, e s'pako ato më të rëndësishme Komitetin për Politikë e Financë? Sigurisht që jo. A është e njëjta situatë sot vetë se dallojnë protagonistët? Po, natyrisht. Pra, në këtë rast, seanca e thirrur për sot është e pakuptim në rand parë, e po ashtu edhe me qëllim për të vënë nën presion të panevojshëm të gjithë anëtarët e Kuvendit. E sidomos ata që brengosen me të vërtet për mënyrën se si trajtojnë çështjet që janë të jetë të rëndësishme për kryeqytetin, natyrisht edhe për banorët e tij. Në fakt, kjo listë që është propozuar sot nuk është fare listë e veçantë, por është një listë e përgjithshme të cilës nuk i është hequr asnjë prunë pa marrë parasysh statusin e saj. Nuk mund ta kuptoj në asnjë rrethon se si ka mundësi që dikush nga drejtoria e prunave të bartë në Excel të gjitha prunat komunale pa përjashtim, e që në numër, nëse janë komunale, e që në numër janë plot 5841 është dhe ti dërgoj për miratim si listë të prunave për shfrytëzim në vitin 2026. Duke mos ofruar asnjë informat tjetër domethënëse që ka të bëjë me gjendjen e prunës, qëllimin e shfrytëzimit, fletën poseduese dhe me dokumentacionin tjetër të nevojshëm. Si ka mundësi, po ju drejtojmë ju të nderuar asamblesë, të votojmë sot në favor të kësaj pike duke qenë të vetëdijshëm se mbi 80% e këtyre prunave janë në shfrytëzim tashmë për kohë të gjatë, disa me leje e vendime e disa pa to fare. Madje në shumicën nga to ka edhe ndërtime, të cilat në periudha të ndryshme janë lejuar po nga kryetarët e Prishtinës të ardhur nga subjekti politik, të cilin e përfaqësoni sot shumë nga ju, të nderuar asamblejist, pra nga LDK-ja. Në shumë nga këto pruna ose janë dhënë leje të ndryshme për shfrytëzim, ose janë mbyllur sytë dhe janë lejuar ndërtime edhe pa leje. Po bëhen 7 javë që kanë përfunduar zgjedhjet dhe 1 muaj që është konstituar Kuvendi i Komunës Prishtinës dhe kësaj keni pasur kohë të mjaftueshme për të përgatitur siç i ka hije një institucioni serioz, siç është Kuvendi i kryeqytetit, dokumentacionin e nevojshëm dhe për të seleksionuar prunat duke u bashkangjitur edhe fletët poseduese e kopjat e planit bashkë me qëllimin e shfrytëzimit të secilës prej tyre. Dhe ne sot do të votonim pa më dyshje. Por natyrisht ju nuk e keni kryer punën tuaj siç ju obligon ligji dhe rregulloria e Kuvendit. Dhe nesër së pari do të na akuzoni ne asamblesë pse po e kundërshtojmë një çështje që është bukur e rëndësishme për kryeqytetin, me arsyetimin se është afati i fundit për ta miratuar, ose do të mbetet sikurse vitin e kaluar pa listë të veçantë të pruna për shfrytëzim edhe për vitin 2026, sikurse që metëm vitin e kaluar. Gase u soll po ashtu sikurse sot, ditën e fundit dhe në të njëjtën formë siç e keni sjellur sot. Pra, pse nuk e sollët më herët? Më pastaj do të akuzoni edhe Ministrinë e Linjës kur ta vlerësoj negativisht aspektin ligjor dhe procedural të vendimit të Kuvendit. Sot në fakt, më shumë do të habitasha nëse do të votojë kjo pikë, se me çfarë arsyetimi do ta votojnë ata asamblesë që nuk e votuan vitin e kaluar të njëjtën listë të sjellur në të njëjtën mënyrë. Kur e patën sinqerisht, sot nëse votojnë kështu siç është, e natyrisht është në të njëjtën listë sikur e vitit kaluar, apo atëherë që e kundërshtuan si të parregullt. Pra, pyetje për gjithë asamblesë të legjislaturës së kaluar, që kishin vërejtje serioze për të, e në veçanti për ata të BDK-s. E kam por për këto 4 vite sa jam antar i këtij kuvendi se kur e do pushtetin me çdo kusht, parimet bën rob të pushtetit. Mirë po të nderuar antar të kuvendit, së paku një ndershmëri minimale duhet ta shprehim me fjalë e të qëndrojmë besnik edhe me vepra në çdo rast kur abuzohet në këtë formë me pozitën tonë si antar të kuvendit sikurse sot.
Kjo listë e pronave kështu si është sjellur për votim, është dhënim i vullnetit të asambleistit dhe sitje para aktit të kryer me paramendim. E natyrisht pastaj qëllimi është i nënkuptuar. Ju ftoj zoti kryesues, po e përsëris kërkesën e asambleistit të Lëvizjes Vetëvendosje, që të kërkoni pauzë për aq kohë sa do të ishte e mjaftueshme për ta korrigjuar listën dhe që ta sjellni para nesh një të dytë vetëm me pronat që janë të lira dhe të parapara për shfrytëzim, bashkë me dokumentacionin përcjellës. Kryve, dënë edhe 1 minutë. Edhe 1 minutë, i lutem. Pra ta sjellni një listë të dytë për votim, ashtu siç e parashë ligji, bashkë me dokumentacionin përcjellës dhe siç e parashë rregullore e kuvendit, duke na dhënë neve si zgjedhur të kryeqytetit kohë të mjaftueshme të analizojmë pronat një nga një dhe të votojmë pastaj me bindje të plotë se po veprojmë në interes të qytetarëve tonë, ndërsa e kundërta e kësaj është dhunimi i demokracisë dhe abuzim me numrat. Faleminderit. Faleminderit zoti Osmani. Fjalën e ka kërkuar Egzon Azemi. Atëherë, faleminderit shumë. Qysh këtu të gjithë e dimë dhe besoj të gjithë pajtohemi, Prishtina është një nga qytetet me mas paku prona publike në pronësitë saj. Rrjedhimisht tema tilla, sinqerisht është dashur me kon diskutimet mirëfillta edhe pa anime, pa inate politike, po për të mirën e vetme të një qytetit që fatkeqësisht posedon jashtëzakonisht shumë pak prona publike. Por çka ka ndodhur gjatë gjithë mandatit kaluam dhe çka po vazhdon me ndodh fatkeqësisht ende, është që pikërisht për temat më të rëndësishme, për prona që kanë vlerë milionëshe, miliarda euro, tentojnë mu bo krejtësisht pa diskutim, tentojnë mu bo krejtësisht shpejt, e madje pikërisht në këto 2 drejtori që mirën me çështjen e rëndësisë kyçe për kryeqytetin dhe për secilin qytet normalisht, krijohen pazare, shkarkohen drejtorët për arsye që nuk publikohen, emërohen të tjerë, ka kritika edhe mes aty në personave dhe ka dëshmi që ka pasur presion nga grupet caktuara për miratimin e pronave caktuara, sinqerisht është e dhimbshme. Fatmirësisht që ka ende njerëz të mirë në gjitha subjektet politike që reagojnë edhe nuk lejojnë me u keqpërdor prona në këtë mënyrë. Dhe jam i bindun që sidomos grupi i LDK-s e dim për kom po flas. Prandaj, sinqerisht, prap ju lus që kur t'i shohim këto shkelje që i po ndodhin me pronat në Prishtinë, të reagojmë, sepse veni jonë kë të ke fundit. Zoti kryetar, nuk keni apliku në projektin e thirrjen e ministrisë për mi dhomë pronat e qytetit tonë, për me ndërtu banesat për çiftet e reja, banesat me çmim të përballueshëm. Kanë apliku kolegë tu nga Partia Lidhja Demokratike e Kosovës. Ka apliku kryetari i Stogut, e ka fitu. Ka apliku kryetari i komunës Ferizajit, e ka fitu. Kryetari i komunës të Kamenicës, e ka fitu. Pra, niveli qendror ka dëshmu që nuk ka për qëllim blokadën kur komunat janë të interesume me i zhvillu qytetet. Këta kryetarët bashkëpartijak të tu që kanë apliku, kanë fitu pa balotazh në komunat e tyre. Qasja ju që e keni pas kryetar, ju ka bo kryetarin me mas paku vota në rundin e parë të zgjedhjeve. Pra, qytetarët po i vrejnë se kush realisht po bën këto dallime. Prandaj është thirrje edhe për ty. Përveç ndryshimeve që i përmenda edhe më herët në këto drejtori kyçe që kanë ndodhur, pa arsye time, ne e shohim që këto drejtori janë bo pikërisht drejtorit përmes cillave po bohen koalicionet, sepse pikërisht aty po bohen edhe pazaret. Frika ja më e madhe është që grupet e interesit që i përmendi edhe Giza, na e kanë marrë kryetarin në shfrytëzim. E mas nej po e marrin cilën do pronë shfrytëzim. Dëshmoj e kryetar që nuk të kanë marrë në shfrytëzim këto grupe, e ki një mandat plot, ki me pas në mbështetjen tonë në secilin pikë që është në interes Prishtinës. Po e them hapun, sfidona, pra po them, nuk i me hek as për numra, ki me pas edhe mbështetjen e secilit prej neve në kuvend, po dëshmoje që nuk të kanë marrë në shfrytëzim këto grupet interesit, edhe që vendimet që mirën, sidomos ato që kanë të bëjnë me pronat, nuk je
pjesë e tyre apo vegël e tyre, sepse unë jam I bindun që nuk je koka e kësaj skeme kriminale. Por të lutëm dëshmoje që nuk je as dora përmes cilës mundsohet Prishtina me u bë qyteti ende më I varfër se sa që është në pronat publike me hapësirë të përbashkët. Faleminderit. Faleminderit zoti Azemi. Sokol Havolli ka kërku fjalën. Faleminderit kryesues. Ndoshta më tepër po jepet kontekst I gabuar prej opozitës kësaj çështje për faktin që publikimi I kësaj liste praktikisht shërben për informim të qytetarëve se cilat nga pronat janë në dispozicion prej anës të komunës për shfrytëzim dhe se procedurat e kërkojnë që secila nga këto çështje të vit të trajtohet përsëri në kuvendin komunal, kështu që vendimarrja natyrisht se do të rikthehet në kuvendin komunal dhe është absolutisht jo e sinqert ndaj qytetarëve që të akuzohet edhe kryetari edhe kuvendi komunal në kontekstin që kjo është një makineri e votimit, nuk është makineri e votimit. Është publikim I listës dhe pastaj në bazë të interesit të zhvillimit ekonomik të kryeqytetit, të zhvillimit social, të zhvillimeve kulturore të ndryshme, palë të ndryshme shprehin intereset e tyre dhe aplikojnë konform procedurave për zhvillimin e aktiviteteve të tyre, çfarë do të qofshin ato. Dhe ato aktivitetet, cilat do të qofshin ato, do të vijnë përsëri këtu dhe përsëri do të vendosen për votim dhe do të merret vendimarrja përfundimtare, kështu që është e gabueshme të thuhet që ka pas lëvizje të ndryshme lidhur me këto çështje, madje edhe të përmendet emri I Lidhjes Demokratike të Kosovës nga kolegët, kështu që kjo është ajo që doshta që ta them që kemi të bëjmë me publikim të listës, e cila do të shërbejë si informacion për çdo palë në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit zoti Havolli. Drejtori I pronës ka kërku fjalën. Pëlqeu fjala e kuvendarës nga vetëvendosja e nderuara Nura që thotë këtu politik nuk ka, edhe unë uroj që këtu mos ketë politik, sepse gjithmonë sa herë që politika ka pas dorë në vendime ose ka pas dorë në diskutime të asamblesë, gjithmonë ka po domen. Sot është fjala për një listë të pronave komunale, edhe unë ju them që ne I kemi përfunduar detyrat ashtu siç e parashojnë ligjet në fuqi, ku ligji për dhënë në shfrytëzim dhe konvim të pronës komunale thot qartë që duhet të publikohet lista e përgjithshme e pronave komunale para datës 31 dhjetor. Dhe ne e kemi bërë atë publikim. Dhe ai publikim është në webfaqen komunale edhe sot. Pastaj thot, është obligim që të përgatitet dhe të sillet për votim në kuvendin e komunës lista e veçantë me pronat komunale. Çka kemi bërë ne? E kemi përgatitur listën e veçantë duke u bazuar në gjitha ato kriteret që I parashë ligji. Dhe ju e keni në email listën ku definohet, po ja u lexoj shkurt. Për shembull, është numri I parcelës, është sipërfaqja me metër katror, është emri I pronor, ku pronor është komuna e Prishtinës, është zona katastrale, edhe dokumenti që sipas planifikimit hapësinor. Ne I kemi printu komplet listat, fletat poseduese dhe kopjet e planit edhe I kemi dërguar në zyrën e kuvendit, e cila ka qenë dashur me I shpërndar, nuk e di a ka shpërndar, nuk jam I sigurt, po ju them që si proces ne e kemi përmbyll tamam ashtu siç e parashë ligji. Përveç që e kemi një dallim. Ku I kemi fut? I kemi bërë filtrimin e pronave, nuk është lista e përgjithshme njësoj sikur lista e veçantë. Lista e përgjithshme pronave komunale dallon prej kësaj, edhe në numër edhe në ne e kemi bërë një filtrim ku mund të ketë gabime teknike. Nuk e përjashtoj atë mundësi që mund prodhon sepse ka pas shumë numra, shumë prona, edhe ke mujt me bëna e gabim teknik. Po kryesisht jemi bazuar në regjistra katastral. Edhe me fleta pozituese, cilat janë në emailat të zyrës së kuvendit janë gjitha fleta pozituese, kopja e planit. Çka është çështja tjetër? Ky sot është vetëm hapi I parë I aprovimit për shkak që ashtu e parashë ligji, hapa tjerë janë pasues.
Spari pas vendimit ku sot do të aprovohet kjo listë, uroj që të aprovohet, atëherë shkon për ligjshmëri te Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, edhe kthehet prova. Pastaj bëhet shpallja publike, shpallja zyrtare. Pastaj formohet komisioni vlerësues prej Kuvendit Komunal, i cili komision përbohet prej 5 anëtarëve, ku 2 anëtarë i propozoni ju, 2 ekzekutivi dhe 1 është prej shoqërisë civile. Bëhet shpallja publike dhe sigurohen, pastaj njoftohen qytetarë. Është shumë transparent ky proces ku gjitha listat janë dhe gjithë të interesuarit do të marrin pjesë, ku vlen parimi i konkurrueshmërisë. Dhe çështja tjetër kryesore është që ne sot nuk duhet ta hupim afatin, sepse kemi hup shumë vite dhe asnjëherë nuk është zhvilluar asnjë procedurë e kësaj që po pretendojmë ne e rregullt, ku do të jetë transparenca në nivel edhe konkurrueshmëria, ku pastaj përmes kësaj do të kemë zhvillim ekonomik, rritje të vendeve të punës, do të sigurojmë edhe buxhet shtesë për për kryeqytetin e Prishtinës, duke rrit tatimet në prunë dhe inkasimin e mjeteve nga qeroja. Unë mendoj që ky nuk ka proces i dëmshëm, as nuk ka proces i cili ndikon politikisht, sepse falë Zotit nuk ka vot, tash u kry mo çështja e votës. Është çështja e interesit qytetar. Edhe unë ju thras gjithëve që ta votojmë interes qytetar, filtrimi i këtyre prunave dhe ato gabime teknike të cilat mund të ekzistojnë brenda listës do të bëhet në proceset vijuese që kanë menduar në të ardhmen. Dhe dora e Kuvendit është gjithmonë aty. Edhe nuk ka me mujt asnjëri me manipulu me këtë çështje e as me keq përdor. Kështu që faleminderit për mikroptim, nuk po duam me në tema tjera se e dita e po e kuptova edhe fejimi çka pretendoi edhe Gzonit, faleminderit për kontributet tjerë, po megjithatë unë kërkoj për interes qytetar që kjo sot të votohet. Faleminderit. Faleminderit zoti Ibrahimi. Zoti Sveqa, 2 minuta i ki. Faleminderit. Edhe ju kisha lut të tjerëve, ma zoti Sveqa. I shfrytëzoni drejtën, shefat e grupeve i kanë 10 minuta. 2 tjerët i kanë ka 5 minuta. Mirë po, fjale ata është për juve në orë. Kisha lut. Nuk mund i shfrytëzon njerë 10 të nej 5. Për që ta është shefi i grupit i ka 10. Kjo vlen për se cilin grup. I kryen 10 minutat, mund nuk ka të drejtë me marrë fjallin. Zoti Sveqa 2 minuta i ki, urna. Më kthen 2 minuta. Faleminderit. E para është pak e dëmshme që diskutimi mbi një temë kaq të rëndësishme siç janë pronat komunale me reduktu në minutazh ose në sekonda që t'i jep kryesuesi dhe regjia. E dyta, drejtori sapo e legjitimoi plotësisht atë që e ngriti si shqetësim Nora. Drejtori tha që i kemi dërgu certifikatat e pronës e na se kemi pranu. I bjen që s'është i plot dokumentacioni. Si pasojë e kësaj, ky vendim që e merr sot Kuvendi Komunal, kur të shkon për ligjshmëri në MAPL, do të shpallet i palegjshëm, sepse dokumentacioni nuk është i kompletuar. Rrjedhimisht, Komuna e Prishtinës e humb një afat i cili është afat ligjor, 31 dhjetori i çdo viti. Pra, argumenti ngritur nga Nora për mungesë dokumentacionit qëndron plotësisht. E kemi qartë, e kemi edhe parasysh sepse është ligji ai që normal këtë çështje që ky është vetëm hapi i parë, sepse pastaj secila pronë vije në kuvend. Por kjo nuk e legjitimon idenë që duhesh ti në hapin e parë me shke ligjin, sepse pastaj kemi pas një mundësi dytë me korrigju këta. Është e panevojshme. Edhe nuk e morëm përgjigje në shumë pyetje që i ngritëm. Është rast konkret, 17 parcela, cilat janë pjesë e listës që na keni sjellë në Kuvend Komunal. Në këto parcela është ndërtuar një lagje luksoze, Marigona Hill. Qytetarët kanë ble prona në këto parcela, kanë ble shtëpi. A na tregoni pse këto parcela janë pjesë e kësaj liste? Dhe e dyta, a na tregoni që shko mundësi që është ndërtu në ato parcela nëse këto janë të gatshme për dhënje në shfrytëzim.
Unë e kom parasysh që kjo është një listë e gjanë, po duhet me ditë cila prej këtyre është në e gatshme për më dhonë shfrytëzim ose në këmbim, cila është e uzurpume, cila veç është dhënë me një kontratë, qoftë me komunën, qoftë çfarë do kontratë tjetër, Edhe 1 minutë. Drejtor, shumë mirë që e përmend atë komisionin. Për 4 vjet asnjëherë komuna e Prishtinës nuk e ka formuar atë komision i cili bën vlerësimin e pronave të cilat pastaj do t'jipën për këmbim ose për shfrytëzim. Prandaj, tu i ditë praktika që ka ndodhur deri tani, përbes e kemi të pamundur që ta votojmë një listë të tillë nëse e njëjta nuk korrigjohet dhe nëse nuk i marrim përgjigjet në kërkesat të cilat i parashtruam. Faleminderit. Faleminderit zoti Svesha. A dëshiron dikush fjalën? Pejme ke shfrytzu drejtën edhe Egzani keni shfrytzu drejtën. Jo, që përmani jam. Mos është, hajde, u krye, që ka 1 minutë, të dytë, mos javë kanë pranë me, jam në rregull është. Fejmë, 1 minutë e ki. Po, mos na konfizo kështu kryesues 1 minutë se është e pamundshme. Tema është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për ne ka nevojë për debat. Unë drejtor nuk po them që nuk do të vijë në kuvend, çështja është që këtu janë 5841 prona. Dhe me as informata sa kemi është e pamundur që ne t'i analizojmë cila është dhe çfarë statusi ka. Nuk e dim cila është e lirë, cila është e shfrytzuar tashmë, dhe unë po të betohem se një pjesë që i di si terren dhe që i kam po janë në shfrytëzim. Dhe ato janë me dokumentacion, ka ndërtime e çështje të ndryshme. Për këtë arsye po e them që kjo listë nuk është e veçantë ashtu siç kërkohet në rendite, po është listë shumë e përgjithshme nëse nuk janë të gjitha pronat e futura në Excel aty pa u nda asnjë. Kështu që do duhej definoheshin. Unë besoj që ka mundësi nëse ka vullnet sot me u trajtu kjo çështje në mënyrë meritore dhe mu votu ashtu siç i takon në kuvendit kryeqytetit. Faleminderit zoti Osmani. Zoti Azemi, 1 minutë. E para, kryesuesi tamam vetë sa ma vërtetoj ata që e thash në fjalën e parë, që domethënë tentohet me çdo kusht me kalun heshtje diskutimet për pronave, sa ma pak debat. Na e dim kryesues që personalisht e privatisht keni shumë prona, por është qysh janë të rëndësishme për ty pronat tua, për asamblen janë të rëndësishme pronat e komunës. E dyta, zoti kryetar, si pas informacione, përbes nuk e di ku banën, po një qytetar tash më ka shkruajtur, më ka thonë që pyete kryetarin se a banën në një nga lagjet private që u përmendën, dhe a mundet me qenë konflikti interesit pjesëmarrja në seancën e tillë. Faleminderit. Faleminderit Azemi, zoti Azemi. S'di që u lidhe me pronat mija, s'ka lidhe heq ajo. Absolut, heq, s'ka të bëj me pronat mija këtu heq. S'ka në lidhe pronat e mija me këtu. Kërejt me njërë si kom fitu. Lutem, a ka dikush tjetër që dëshirën fjallin? Atëhere, lusë regjin tjetë gati për votim kësaj pike. A ka mundësi edhe herë me konstatu korumin sa janë prezent? Në 25 kemë korum. Regjia tjetë gati për votim. Votojmë tash. Faleminderit. Me 31 vota për, 14 kundër, abstenim nuk ka, kalon kjo pik e rendit të ditës. Nëse nuk keni diçka tjetër, atëherë kolegë të nderuar, ju falenderoj për pjesëmarrje dhe me kaq konstatoj të mbyllë këtë mbledhje të sotme dhe miru pashim